Mirto Uzuni po bëhet gati për një ndryshim radikal në radhët e klubit të FC Austin, në MLS, pasi klubi ka vendosur të largojë drejtuesit aktual të skuadrës. FC Austin bëri të ditur se për shkak të mungesës së rezultateve, ishin larguar nga drejtimi si trajneri Nico Esteves, ashtu edhe drejtori sportiv Rodolfo Borrell, të cilët nuk ja kishin dalë që të çonin klubin në nivelet që pritej prej tij. Ekipi do i besohi për ndeshjen e radhës ndaj St. Louis City, një personi i cili e kishte drejtuar edhe më parë si trajner, Davy Arno. Më pas, kampionati niste 60 ditë ndërprerje për shkak të zhvillimit të Kupës së Botës, dhe kjo do jepte mundësinë klubit që të gjente trajnerin e ri afatgjatë dhe t'i besonte skuadrën. Kështu, Uzunit do të duhet ja nis nga e para për të ruajtur vendin e tij në ekip, pasi tashmë janë larguar 2 personat të cilët e deshën në radhët e klubit amerikan. Mirto Uzuni e ka nisur kampionatin në mënyrën më të mirë në MLS, duke shënuar 4 gola e duke dhënë 4 asiste të tjerë në 10 ndeshjet e para të kampionatit. Në një intervistë dhënë për FSHF TV, në emisionin Në shtëpinë e futbollit, Uzuni foli për aventurën amerikane, teksa u ndal edhe te kombëtarja dhe merkatoja e janarit, ku zbuloi prapa skena. Si po shkon karriera jote në Amerikë? Është e vërtet që e kam nisur shumë mirë. Vitin e shkuar nuk isha në nivelin ku shoh veten time. Jam me 4 gola dhe 4 asiste në 10 ndeshjet e para dhe jam shumë i lumtur për këtë paraqitje. Si ishte transferimi nga Europa në Amerikë? Ishte pak e vështirë duke qenë se kultura është tjetër. Vija nga Liga e dytë si Granada dhe La Liga. Isha në një ekip që më përshtatej dhe shënoja gola. Erdha në një ekip si Austin me mentalitet tjetër dhe jam i lumtur që kam gjetur veten time. Prezenca e Shqipërisë në Amerikë. Të them të drejtën, në ndeshjen në Toronto më dukej sikur jam në Air Albania. Në çdo ndeshje që luaj jashtë dhe në shtëpi, ka flamuj shqiptar, dhe është diçka e mirë që nuk e harrojnë kurrë Shqipërinë. Ka qenë vit i suksesshëm për kombëtaren. Si e vlerëson ti në total? Aman mos na e kujto të lutem. Është e vërtetë dhe besoj të gjithë jemi dakord që kombëtarja ka bërë arritje. Të shkosh në play-off nuk është e lehtë. Kemi bërë maksimumin dhe ndeshje të mira me Serbinë, si në Tiranë, ashtu edhe atje. Nuk ishte e lehtë dhe ishte penguin. Jeni një nga më të rëndësishmit në skuadër. Si e ke parë veten? Normalisht jam i lumtur sepse për një futbollist është arritja më e madhe të përfaqësosh kombin dhe mendoj është arritja më e madhe të luash për Shqipërinë. Jam munduar gjithmonë të jap maksimumin, sepse ne sulmuesit kemi egon për të shënuar, ndërsa te kombëtarja kam vënë 120% edhe kur s'kam shënuar. Duke qenë se në mars nuk ja dolëm, çfarë qëllimi i ke vendosur vete në muajt e ardhshëm për Shqipërinë? Realisht, siç e thash, të luash me Shqipërinë është arritja më e madhe, dhe një ëndër. Për mua personalisht, më bëhet mish i kokër kur e vesh atë fanellë, dhe kjo është e rëndësishme. Europiani është objektiv, por kam luajtur në nivelet e larta duke u përballur me Messin e Ronaldon. Dua të jem në atë ekip që më bën njeriu më të lumtur. Më kujto disa nga momentet më të bukura në 2025 me Shqipërinë. Për mua më e rëndësishmja, dhe që jam ndjer shumë i lumtur, është çdo ndeshje. Po veçoj ndeshjen në Serbi, dhe ato në Andorra ku dhash asistin që na kualifikoi në play-off. Po momenti ku ke thënë, po, mund t'ja dalim. Ndeshja më e vështirë ishte ajo që kemi bërë me Letoninë, kur kemi barazuar në transfert. E shikoja që ishim të demoralizuar, por nga brenda e flisnim që mund t'ja dalim. Si duket atmosfera në kombëtare? Atmosfera është shumë e mirë, grupi shumë i mirë, dhe kualiteti është aty. Gjithmonë kam mundësi për t'u përmirësuar, dhe ne duhet të shtym veten tonë në limitet tona. Të luash për kombëtaren është ëndër. Luan miqësore me Izraelin dhe Luksemburgu, ku do të ketë testime. Çfarë mendon për këto 2 ndeshje? Po, e di që janë 2 miqësore. Dera e kombëtares është e hapur për çdo lojtar që bën mirë në çdo ligë, si në Shqipëri. Dhe është moment shumë i mirë për të gjithë lojtarët që kanë pritur ftesën. Çdo trajner do më të mirën për ekipin dhe do lojtarët më të mirë. Karriera nga Kroacia në Hungari, Spanjë e Amerikë. A ke menduar rikthim në Europë? Është vërtet që kisha ofertë shumë të mirë nga Trabzonspori, me Ernest Muçin aty, dhe mund të luaja me të sepse e kisha në Ferencvarosh. Ishte i mbyllur si transferim dhe është prishur për çështje 10 minutash. Trajneri më donte shumë dhe kam folur me ta. Kam folur me klubin tim, me presidentin dhe oferta ishte shumë e lartë. Thuaj se aq sa Austin më bleu te Granada. A ke ndonjë peng që nuk u transferove? Në futboll nuk i dihet kur. Sot je këtu dhe nesër nuk dihet se ku je.
Tani jam shumë i lumtur në Austin dhe njerëzit kanë filluar të më mbështesin shumë. Është e vështirë të kesh mbështetje. Në Amerikë është vështirë. Kur vjen si star, njerëzit presin shumë dhe presin të bësh Messin ose Ronaldon, por aty bie besimi dhe duen shumë lojtarë si yje. Ishte moment i vështirë, por tani e kam gjetur veten. Messi dhe Ronaldo i e përballur me të dy. Çfarë i bën të veçantë? A ke pasur kontakt me ta? Si janë këto dy yje të futbollit? Kam luajtur ndaj Messit e Ronaldos dhe kam qenë ndër më të mirët në fushë në të dyja ndeshjet. Isha unë, Morata dhe Ronaldo lojtarët e ndeshjes. Edhe këtë ndeshje isha një nga 3 më të mirët. Është motivim tjetër të luash ndaj atyre që i ke parë në TV duke ngritur trofe e kupa. Ka qenë pas kombëtares arritja më e madhe për mua në nivel klubi. Të them të drejtën, jam fan si Ronaldos dhe nuk kam komunikuar me Messin. Jam fan tradicional i Ronaldos. Nuk i kam kërkuar fanellën.